Një tjetër person i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge ka rënë prangat e autoriteteve. Bëhet fjalë për 49-vjeçarin Kevin Margjoni, i arrestuar në Spanjë në kuadër të bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe autoriteteve spanjolle. Sipas SPAK, Margjoni ishte një nga personat e përfshirë në laboratorin e kokainës të zbuluar në Frakull, një nga operacionet më të rëndësishme kundër trafikut ndërkombëtar të narkotikëve gjatë muajit mars të këtij viti. 49-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe ndaj tij gjykata e posaçme kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për disa vepra të rënda penale, mes tyre trafikimi lëndëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, pjesëmarrje në organizat kriminale dhe grup të strukturuar kriminal. Arrestimi i tij u bë në Spanjë pas shkëmbimit të informacionit mes autoriteteve shqiptare dhe homologëve në Madrid. Sipas burimeve hetimore, Margjoni ishte një nga 2 personat e mbetur në kërkim në kuadër të kësaj dosjeje, ndërsa më herët janë arrestuar dhe 3 persona të tjerë të dyshuar si pjesë të njëjtit grup. Operacioni Frakullës u konsiderua një goditje e fortë ndaj trafikut ndërkombëtar të kokainës, pasi gjatë ndërhyrjes autoritetet zbuluan laborator të përshtatur për përpunimin e lëndëve narkotike. Tashmë pritet nisja e procedurave të ekstradimit të Kevin Margjonit drejt Shqipërisë, ndërsa hetimet për rrjetin kriminal vijojnë ende nga SPAK dhe autoritetet partnere ndërkombëtare.